أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu dhe prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që shkojnë rrugës tyre deri në ditën e fundit. Të dashur vëllezër dhe motra besimtarë, sot është një prej ditëve më të mëdha tek Allahu. Është dita e Kurban Bayramit, ditë e sakrificës, bindjes, mëshirës dhe afrimit tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kjo festë nuk është vetëm ushqim, vizita familjare. Kjo festë është një shkollë besimi, është një kujtim i gjallë i një familje që Allahu xhaleshanuhu e ngriti si shembull për gjithë njerëzimin. Ibrahimin alayhis salam, Haxheria, Ismaili a.s. Kur Allahu xhaleshanuhu e sprovoi Ibrahimin a.s. me gjën më të dashur që kishte, me djalin e tij, ai nuk kundërshtoi urdhrin Allahu xhaleshanuhu. Ai nuk tha pse unë. Ai tha me zemër të bindur, do t'i bindem Allahu xhaleshanuhu dhe do të zbatoj urdhrin e tij. Dhe kur ai i tregoi Ismailit, birit të tij urdhrin, djali i tij nuk u rebelua. Nuk tha baba pse po më ndodh kjo, përkundrazi tha, o baba, vepro si e urdhruar, do të më gjesh nëse don Allahu prej durimtarëve. Çfarë familje, çfarë besimi, çfarë dorëzimi total ndaj Allahu xhaleshanuhu. Dhe pikërisht në momentin kur ata treguan sinqeritetin maksimal, Allahu zaventësoi sakrificën me një kurban dhe bëri këtë ngjarje simbol të përhershëm për umetin deri në ditën e Kiametit. Për këtë, nga kjo traditë rrjedh edhe prerja e kurbanit që e bëjmë në festën apo në ditën e Kurban Bayramit. Allahu xhaleshanuhu nuk ka nevojë për mishin e kurbanave tanë.
as për gjakun e tyre. Allahu dëshiron zemrat tona. Allahu dëshiron devotshmërinë tonë. Allahu thot në Kur'an, kuptimi i ajetit, tek Allahu nuk arrin thot as mishi dhe as gjaku i tyre, por arrin devotshmëria juaj. Prandaj pyetja sot është, çfarë jemi të gatshëm të sakrifikojmë për Allahun? Disa njerëz duhet sakrifikojnë mburrjen e tepërt apo krenarinë. Disa duhet sakrifikojnë mëkatin që i ka larguar prej Allahut. Disa duhet sakrifikojnë urrejtjen, padrejtësinë, xhelozinë dhe përçarjen në familje. Kurban Bajrami nuk është vetëm prerje në kafshë, Kurban Bajrami është prerje e egos son. Të dashur besimtar, ne jetojmë në një kohë të vështirë. Shikoni botën rreth nesh, luftra, padrejtësi, urrejtje, varfëri, njerëz që flen të uritur, fëmijë që humbin prindët e tyre, familje që nuk dinë nëse nesër do të kenë shtëpi apo siguri. Dhe muslimanët nuk mund të jenë indiferent nga kësaj që po ndodh. Profeti Muhammed a.s. thot, besimtarët në dashuri dhe mëshirë ndaj njëri tjetrit janë si një trup. Kur një pjesë e trupit dhem, i gjithë trupi ndjen dhimbje. Dita e Bajramit, kjo ditë është ditë kur duhet i kujtojmë të varfrit, jetimet, të smurët dhe ata që janë të vetmuar. Ndoshta një telefonat, një vizit, një copë mish e kurbanit apo një fjalë mirë mund t'ia ndryshojë ditën dikujt. Mos lejoni që Bajrami të jetë vetëm për ne. Le të jetë edhe për ata që kanë harruar buzëqeshjen. Të nderuar vëllezër dhe motra, një nga mësimet e mëdha të kësaj feste është që pas çdo sprove vjen lehtësimi. Ibrahimi a.s. u sprovua, por Allahu e ngriti. Haxheria, nëna e Ismailit, mbeti vetëm në shkëtir, por Allahu nxorri ujin e Zemzemit dhe furnizoi atë. Ismaili u vendos në momentin më të vështirë, por Allahu e shpëtoi. Edhe ne kemi sprovat tona. Disa kanë sprova me shëndetin, disa me familjen, disa me fen, disa me jetesën. Por mesazhi i Bajramit është mos e humb shpresën tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu nuk i harron robërit e tij. Ndoshta vonon ndihma, por nuk do të mungoj kurrë. Të dashur besimtar, kjo ditë është gjithashtu ditë falje dhe pajtimi. Nëse ka zemra të cilat janë të hidhruara në mes familjarëve, pajtoni ato. Nëse ka njerëz që nuk flisni me ta, bëjeni thirrjen e parë. Ndoshta Allahu do të hap derën e mëshirës për shkak të një faljeje që e bën ti sot. Profeti ynë Muhamedi a.s. ishte njeriu më falës, edhe kur e lëndonin, ai lutej për njerëzit. Prandaj, le të dalim nga ky Bajram me zemra të pastërta. Të dalim më të afërt me Allahun xhaleshanuhu, më afër familjes, më afër njëri tjetrit. Allahu na bëft prej atyre që e kuptojnë mesazhin e sakrificës dhe devotshmërisë. Allahu na i pranoft kurbanat tonë, lutjet tona dhe adhurimet tona të cilat i bëjmë. Allahu i dhënt fitore dhe lehtësi muslimanëve kudo në botë. Allahu i shëroft të smurit tanë, i mëshiroft të vdekurit tanë dhe i udhëzoft të rinj tanë. Gëzuar gjithë shqiptarëve ditën e Kurban Bajramit, Zoti i Madh, besoni në Zot sa të mundni, bëni mirë sa të mundni, me të mirat e Allahut, atij kofshin falë. Nuk di që më thonë. Unë e kumë pasin ndeshje, po ajë nërët më ka pëftu, ajë nërët apet më ka qunë komë, ati kufin parë, pa në ndërë. Urime festa gjithë besimtare musliman, urime festa për gjithë shqiptarët anë mbarë botës. Ne si mërgjitar shqiptar këtu në Michigan, po kaloj mirë, jemi së bashku, të gjithë besimtarëve musliman shqiptar, ju uroj Kurban Bajramin, këtë fest të Mallit Zot që e kemi festu gjithmonë dhe do ta festojmë në lirinë tonë shqiptare, si në Kosovë, si në Shqipëri, si vise tjera të cilat janë të okupume nga serboslavët. Jemi me Imam Shuaib Gërgurin dhe duke falenderuar për lutjen e ditës së sotme në rastin e festës së Kurban Bajramit, duam ta pyesim më gjërësisht për simbolikën e kësaj dite të madhe. Më lejoni fillimisht t'ju përshëndes juve si televizor, i cili po i shërben komunitetit dhe po i paraqet ngjarjet tona në mënyrë shumë të mirë. Jemi në festën e Kurban Bajramit, vetë emri i saj apo emri i kësaj feste tregon që kemi të bëjmë me sakrificë. Pra është festa e sakrificës.
Kjo festë na kujton Ibrahimin a.s. që është babai i profetëve dhe djalit e tij Ismailit, që i Madhi Zot e sprovon Ibrahimin me djalin e tij, kur Ibrahimi a.s. edhe i biri pajtohen që zbatojnë urdhën e Zotit, i Madhi Zot dërgon një dash i cili do të bëhet kurban apo sakrifikohet për hir të Zotit. Kjo festë gjithashtu na kujton ndërtimin e Qabës, e cila është bërë, apo rindërtimin e saj, e cila është bërë nga profetët Ibrahimi dhe Ismaili. Kjo festë na kujton edhe profetin ton Muhammedin a.s. i cili shkoi hapave të profetit Ibrahim dhe Ismail a.s. dhe feja islame si mesazh i fundit prej Zotit. Nëpërmes kësaj festë na tregon se origjina apo zanafilla e kësaj feje është qysh me Ademin a.s. i cili gjithashtu kur dolin këtë botë në vendin ku haxhit sot vizitojnë, që është në Arafat, në kodrën e mëshirës, atje ku Ademi dhe Hava u lutën dhe u pendun të Zoti dhe ai i fali, edhe haxhit, ata që kanë shku për të kry haxhin, shkojnë atje dhe i lutën Zotit që t'ja u falë mëkatet. Pra është një festë e cila na mëson se çfarë është sakrifica, se çfarë është bindja ndaj Zotit, dhe na mëson që ne nuk duhet asnjëherë të mendojmë se jeta është vetëm mirësi, në jetë ka edhe vështirësi, në jetë ka edhe sfida, por nuk do të harrojmë besimin e madh në Zotin, dhe gjithmonë mas çdo sfide do të vijë lehtësimi. Ibrahimi a.s. u sprovua dhe Zoti e ngriti lart atë. Haxheria që është nëna e Ismailit u sprovua dhe Zoti i dha ujin e Zemzemit. Ismaili a.s. u sprovua, ai tregoi gatishmërinë që të sakrifikohet për hir të Zotit dhe Zoti e shpëtoi. Profeti ynë Muhamedi a.s. u sprovua me sprova nga më të ndryshmet dhe mesazhi i tij më në fund triumfoi, dhe sot për shkak të qëndrueshmërisë së tij, për shkak të bindjes së tij, për shkak të mbështetjes të madhe që i Madhi Zot kishte për profetët e tij dhe profetin e fundit, sot në botë festojnë më tepër se 2 miliard njerëz në këtë ditë të sakrificës, duke kujtu Ademin a.s., duke kujtu Ibrahimin e Ismailin, duke kujtu profetin Muhammed a.s. dhe duke na bërë të ditur se festa nuk duhet bëhet vetëm për vetveten tonë, vetëm me familjet tona, po kjo festë duhet të shfrytëzohet që t'ju dalim në ndihmë, që t'ju përkrahim në çfarëdo mënyrë që kanë nevojë ata që janë më me pak fat. Kështu që këtë festë u urojmë të gjithë besimtarëve shqiptar këtu në komunitetin tonë, të gjithë shqiptarëve musliman kudo që janë dhe gjithë muslimanëve në botë që sot festojnë, duke lutur Madhin Zot që festat tjera të jenë më të mira, me më shumë paqe, me më shumë dashuri, më shumë mirësi në të gjitha drejtimet. Amin.